Rreth gjysma e pacientëve me kancer do vdesin para kohë nga komplikacionet apo efektet e dëmshme të mjekimit tradicional ato që janë me kirurgji, kimioterapi, rezatimi dhe imunoterapia. Dikur probabiliteti për të sëmurë me kancer gjatë gjithë jetës ka qenë 1 në 4 persona, ndërsa sot aktualisht është 1 në 3 persona, dhe në vitin 2050 llogaritet do që 1 në 2 persona, në çdo 2 veta do njëri të sëmuret me kancer. Sigurisht është një lajm jashtëzakonisht i tmerrshëm dhe i kopshëm për njerëzimin, sepse kanceri ka qenë gjithmonë i rrallë në qindra mijëra vite dhe nuk është përmendur, nuk kemi përmendje të kësaj sëmundje në histori. Gjithçka është përkeqësuar në 100 vitet e fundit dhe për këtë nuk e ka fajin gjenetika, nuk e ka fajin ADN-ja jonë, vetëm 100 vitet e fundit. Por është ndryshimi në shumë drejtime, do që ka marrë jeta, sidomos në ushqimet e para, ndotja me mikropluhura dhe mikroalergjentë të ndryshëm, është elektriciteti i mirë, po pas perëndimit të diellit ai ka krijuar dëme në stilin tonë të jetesës. Janë mungesa e lëvizjeve dhe aktiviteteve fizike, është shtimi i stresit të përditshëm nga problemet e jetës, nga televizioni dhe nga media sociale. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe në këtë video të dytë mbi kancerin do prek shkurtimisht 4 trajtimet kryesore të mjekësisë konvencionale dhe bashkëkohore, përfitimet dhe dëmet që shkaktojnë në ecurinë e sëmundjes. Këto janë thjesht informacione dhe jo këshilla apo rekomandime nga ana ime se çfarë ju duhet të bëni në këto raste. Konsultoni me mjekun ose me mjekun tuaj specialist ose të familjes ose me onkologun mbi rrugët dhe strategjinë më të mirë që ju do të gjeni dhe do ju ndihmoj për shëndetin tuaj. Sepse ka një mizori informacionesh pafundme në internet, një pjesë janë të drejta, një pjesë janë të gabuara. Analizojeni vetë gjithçka që në mënyrë që të ndihmoj juve nëse të dini për llojin e kancerit, stadin çfarë është, në çfarë trajtimi do jetë më i mirë, kombinimi i trajtimeve që do jetë më i mirë dhe ato që kanë dhënë rezultate inkurajuese sot në botë. Fatkeqësisht, kur ne arrim të diagnostikojmë dikë me kancer, stadi i tij është i avancuar, sepse sëmundja, siç thash, për shumë sëmundje të tjera metabolike ka filluar 15-25 vite më parë dhe kanceri është sëmundje metabolike, nuk është gjenetike. Dhe kjo sëmundje përkeqësohet gradualisht, dale nga dal, vazhdimisht, kur kushtet janë të favorshme për të. Dhe 2 arsyet kryesore janë ushqimi i keq dhe stresi i vazhdueshëm ndër vite. Janë 4 stade që kanceri mund të ndodhet në trup. Stadi i parë që quhet kur ai ndodhet diku në trupin ton, ka një madhësi të vogël, 1 cm ose 2 cm maksimumi, dhe rrallë diagnostikohet. Mund të gjetet rastësisht në një kontroll rutinë sepse kërkohet për diçka tjetër, ose kur një pacient ka një predispozit familjare dhe shumë të theksuar gjenetike dhe i cili bën një kontroll të herpashershëm me fjalë për të gjithë trupin. Stadi i dytë është kur kanceri është zmadhuar mbi 2 cm dhe ka filluar të prek gjëndrat limfatike regionale ose lokale rreth e përqar këtij. Stadi i tretë është kur sëmundja përveç gjëndrave limfatike lokale ka prekur dhe gjëndrat në largësi të saj, si dhe ka filluar të prek indet rreth e përqar, më shumë indet ose organ rreth e përqar këtij. Dhe stadi i katërt, që zakonisht quhet stadi terminal, është kur kanceri ka përprekje gjëndra limfatike të rreth e përqar, gjëndra limfatike në largësi dhe organe të tjera. Më saktë, organet më të shpeshta që prek kanceri janë truri, kockat, mushkëria dhe mëlçia. Zakonisht pacientët kur diagnostikohen, zakonisht janë stadin e 3 ose të 4, që quhen stadet e avancuara dhe kanë një prognozë jo të mirë, të paktën deri tani. Trajtimi më i shpesh dhe më i rekomanduar për çdo lloj kanceri dhe në çdo lloj stadi është kimioterapia, gjithë e dimë. Qelizat kancerogjene shumohen shpesh dhe shtohen jashtëzakonisht shumë shpejt, shumë më tepër se sa qelizat normale të trupit tonë. Dhe ndarja është e njëjtë si në çdo qelizë të trupit tonë, me ato 4 fazat që është profaza, metafaza, anafaza dhe telofaza. Në gjitha këto faza qelizat brenda organelet dhe bërthama vetë dyfishohen dhe ndahen. Pra nga një qelizë
kemi 2 qeliza. Nëse është normale do kemi 2 qeliza normale, ose nëse është kancerogjene do kemi 2 qeliza kancerogjene. Pra, siç ju thash, ka një radhë saktuar ndarja e organeleve dhe e bërthamës brenda tyre. Veprimi i ilaçeve të kimioterapisë synon të sulmoj pikërisht momentin ose çastin kur qelizat ndahen me njëra tjetrën. Sepse në këtë moment dëmtojnë ADN-n. ADN-ja është shumë e brisht në këtë moment, nuk është e fortë si qelizë. Dhe prandaj sulmohet vetëm kjo periudhë e shkurtër kohë kur qeliza dyfishohet, këto ilaçe sulmojnë pikërisht këtë ADN-n. Grupet kryesore, nuk do të përmend ilaçet fare, me fjalë, por grupet kryesore, në mekanizmin si veprojnë janë afërsisht 5 prej tyre janë kimioterapisë, ilaçet me kimioterapisë janë antimetabolikët, dëmtojnë ADN-n e bërthamës dhe ADN-n mitokondriale, sepse shkatrojnë enzimat që bëjnë dyfishimin e tyre. Janë bllokuesit e topoizomerazës, është një enzim e cila shpërdreth ose si më thënë shkolit vargun e ADN-s. Pra ADN-ja është, nëse keni parë pamjen, është e lidhur me njëra tjetrën, do ndahen të dyja nga njëra tjetrën, do dyfishohen dhe kemi 2 qeliza më vete. Një enzim e cila ndihmon që të shkolitet kjo ADN, pikërisht kimioterapia vepron ke kjo enzim dhe e dëmton dhe nuk ndodh dyfishimi ose nuk ndodh ndarja e ADN-s. E treta janë antibiotikët antitumoral, që quhen, sepse dënojnë ADN-n në çastin e dyfishimit. Pra kur ADN-ja është ndarë, kemi ndarë 2 vargun e ADN-s, secila prej tyre tenton të dyfishohet. Pikërisht në këtë moment ajo e sulmon këto antibiotikët antitumoral dhe i shkaktojnë qelizës vdekje. Vdekja e qelizës ose në normalitet quhet apoptozë, sa për kuriozitet. Kemi agjentet kundër mikrotubujve në çastin e 2 fazave, metafazës dhe të telofazës. Në çastin kur këto tubujt dyfishojnë, siç u thash, qeliza kur ndahet, gjithçka që ka brenda saj do dyfishohet. Pa u ndar, fillon të dyfishohen. Dhe një nga ato janë mikrotubujt. Tubujt janë ato që lidhen me membranën dhe hyn ushqimi. Pra, këto janë mikrotubujt. Duke dëmtuar pikërisht këto mikrotubujt për të mos i lënë për të dyfishuar, pa tubuj qeliza nuk futot ushqim brenda dhe do vdes. Gjithashtu janë dhe agjentet alkalitink. Këta lidhen me ADN-ja ka 4 element ose ka 4 proteina. Dhe këto agent lidhen me njërin nga të katërta, atë kanë gjetur më kollaj, guanina që quhet, dhe pengon dyfishimin e bërthamës. Kjo sa për një dijeni do në çfarë bën kimioterapia, do të keni një ide. Pra, realisht duket e thjeshtë, pse të mos jetë një zgjidhje shërueshme e suksesshme për të gjithë kancerat, është sepse këto helme që vrasin shumë qeliza kancerogjene do kenë të njëjtin efekt edhe do krijojnë të njëjtën vrasje që të gjitha qelizat e tjera të shndosha, sepse kjo ilaç nuk e di kush është kancerogjene dhe kush është shëndosh. Në të gjitha çastet ndodhen që ajo gjen qelizat duke u ndarë me ADN-n do veprojnë në atë moment. Shumë më pak në qelizat e trupit e tjera të tonët, por shumë më tepër ke qelizat kancerogjene. Mirë, po kemi disa qeliza në trupin ton, të cilat do shëmohen po ashtu shumë shpesh ose shumë shpejt. Disa qeliza kanë 6 muaj, disa kanë disa vite nervore, disa qeliza e kanë shumë të shpejt me ditë ose me orë. Janë shumë ato qelizat e rënjve të flokëve, të folikujve të flokëve, dhe kjo është arsyeja pse kur bëhet kimioterapi bien flokët, sepse synojnë këto qeliza që ndahen shumë shpesh njësoj si qelizat kancerogjene. Gjithashtu janë qelizat e traktit tretës, të zorëve. Kjo është arsyeja pse kur bëhet kimioterapi, pacientët kanë shumë të përzjera, të vjella, diare, kapslëk, dhe gjithçka që lidhet me sistemin tretës. Po ashtu janë qelizat që shtohen shpesh, me fjalë janë qelizat e sistemit mbrojtës, sistemi imunitar ose sistemi mbrojtës. Dhe kjo është arsyeja pse në këto raste ata janë shumë këta të sëmur pas kimioterapisë 2-3 ditë janë shumë të pambrojtur nga infeksioneve, mund të krijojnë sepsis edhe vdekje. Një pasojë tjetër e dëmshme është krijimi i anemisë ke këta pacientë, sepse dëmtohet palca e kockave. Edhe palcat e kockave prodhojnë shumë, ndahet shumë shpejt dhe prodhojnë shumë shpejt dhe prodhojnë ruazat e kuqe të gjakut. Po nëse nuk prodhojnë ato dhe dëmtohen, do kemi anemi, sigurisht. Kemi dëmtim të florës bakteriale, të cilat ndahen shumë shpejt gjithmonë, do kemi gjakosje ke mishat e dhëmbe dhe shumë efekte të tjera të dëmshme, qoftë edhe depresion në këtë rast.
Te video ardhshme do ju sqaroj se si të kombinohet kjo kimioterapia si të kombinohet me menaxhimin metabolik të kancerit. Mos harroni të subscribe-oni që të shikoni videon e ardhshme. Mënyrë tjetër e madhore është radioterapia ose rezatimi. Rezatimi vepron duke dëmtuar DNA-n e qelizave në përgjithësi, sepse qelizat kancerogjene janë shumë të dobta, pavarësisht se janë të shumta, po janë të dobta si qelizat, janë të brishta, më shumë se sa qelizat normale. Ndaj mund të vdesin më lehtë. Pra duke u bërë radioterapia ose rezatimi, qelizat tona normale do dëmtohen, por do mbijetojnë, ndërsa qelizat kancerogjene do dëmtohen dhe do vdesin. Kjo është arsyeja. Pra nuk do shëmojnë, do vdesin. Lë shumë kjo lloj metode duke vrarë shumë qeliza kancerogjene në të njëjtën kohë, qelizat kancerogjene do vdesin dhe do kalben brenda zonës ku janë, do lëshojnë shumë citokina, do lëshojnë shumë inflamacion, mund të krijohet, siç u thash, inflamacion, infeksione dhe sepsis. Tjetër kemi unë personalisht nuk do i bëja mamasime me kancer, nuk do i bëja rezatim. Do ishte, si më thënë, mënyra e fundit që mund të japi një përfitim ke kancerat. Edhe pse kërkon një specialist, po kërkon një staf shumë të specializuar në mënyrë që të edhe mjekësor, po edhe fizikant, zakonisht ka dhe fizikant gjithmonë në onkologji, për dhe shumë të trajnuar me fjalë. Nuk e di nëse në Shqipëri ekzistojnë, sepse duhet llogaritur doza e saktë, duhet llogaritur frekuenca, amplituda, gjatësia e valve të këtyre rezave, këndi që duhet të shkojë në trup. Rezatimi kancerave që ndodhin në kokë zakonisht quhet i gabuar dhe i dëmshëm, sepse mund të shpërthej prodhimin e glutaminës, që siç u thash, glutamina dhe glukoza janë dy ushqimet e vetme që për çdo lloj kanceri. Mënyrë madhore tjetër është kirurgjia. Është një mënyrë e shpeshtë në trajtimin e kësaj sëmundje, ka kundërshtime dhe aprovime nga çdo klinik, nga çdo mjek, nga çdo vend në botë. Rreziku kryesor të ata që e kundërshtojnë është se kirurgjia, por edhe biopsia është një farë kirurgjie, është marrja e materialit nga masa tumorale për të bërë analizën mikroskopike. Këto janë të dyja janë arsye madhore për shpërhapjen ose për shpërndarjen e masës tumorale në indet përreth ose në lëkurë, duke thuar që nga lëkura edhe më tutje, dhe mund të përshpejtoj kancer, atë vdekjen e këtyre pacientëve. Do ishte mirë të diskutoni me onkologun për çdo detaj lidhur me mundësinë e kirurgjisë dhe biopsisë, siç u thash, për të bërë një balans, janë përfitimet dhe rreziqet. Nëse kirurgjitë janë shumë më të mëdha, mos e bëni. Nëse përfitimet janë më të mëdha, bëheni. Ka raste si tek edhe kenera ime, që kirurgjia ishte e detyrueshme të bëj, pikërisht për shkak se rrezikohet jeta. Në rastin e rëndësishme i bllokoi kanali pankreasit edhe i heparit, i mëlçisë, dhe mund të vdiste për pak ditë. Në këto raste kur rrezikohet jeta, kirurgjia duhet rekomandohet të bëhet sa më shpejt, ose jeta është bara. Në rastet e tjera kirurgjia do rekomandoj në stadin e parë dhe të dytë, kur tumori ka kufi të qartë, dhe hiqet tumori, por hiqet edhe gjëndrat regionale, gjëndrat limfatike regionale. Një tjetër edhe fundit e mjekisë konvencionale është imunoterapia. Do një metode e cila para 20 vjetësh u quajt, a kjo do zgjidhte gjithçka, vazhdon akoma studimet, vazhdon akoma, po kanë ngecur, nuk funksionon aq me atë që mendoj. Është shumë e shtrenjtë, kërkon laborator të specializuar, e cila çfarë bën, merr qelizat tona, merr masë nga kanceri, gjen ku është defekti gjenetik, siç u thash, kemi 20.000 gene. Disa mund të kenë 3, disa mund të kenë 5, disa mund të kenë, pra për kombinimet janë disa qindra milion raste, shumë të ndoshta se qindra milion raste. Dhe çfarë bën, marrin qelizat mbrojtëse të trupit ton, i stimulojnë dhe i stërvisin, si më thënë, që të targetojnë ose të gjejnë këto lloj qelizash kancerogjene. Kjo procedur vepron në disa mënyra, siç u thash, në një farë mënyre ul
ul pragun e gabueshmërisë dhe këndveprimit të qelizave të sistemit të mbrojtës. Pra, mund të qelizat e sistemit tonë mbrojtës të mos sulmojnë në mënyrë të saktë këto qeliza. E dyta, gjendet përgjegjësi, si thosh, geni përgjegjës dhe pastaj sulmojnë me këto qelizat e sistemit tonë mbrojtës, po tonë mbrojtës. Pra merren të dyja këto, nxjerrin jashtë, përpunojnë, shumohen, futen prapë brenda. Ka dhe disa rezultate, po jo aq premtuese sa mendoj. Dhe gjithashtu prodhojnë proteina specifike në laborator që të ngjiten me qeliza të kancerogjene dhe sistemi jon imunitar t'i sulmojnë sepse i njeh më kollaj pikërisht këtë lloj sëmundjesh ose këtë lloj qelizash të dëmshme. Mirë miq, kjo ishte një përmbledhje e shkurtër mbi trajtimin kryesor tradicional ose konvencional të kancerit. Në videon e ardhshëm do ndaj me ju gjithë lajmet inkurajuese që po ndihmojnë miliona të sëmur kudo në botë me një prognozë shumë pozitive, pra me një rezultat shumë të mirë, si të menaxhohet me sukses kjo sëmundje për të rritur një jetëgjatësinë dhe për një jetë cilësore si çdo njeri tjetër. Ndajeni këtë video me këdo që njihni dhe që fatkeqësisht kanë këtë sëmundje, sepse pavarësisht llojit të kancerit, pavarësisht stadit të kancerit, këto gjithë kancerat kanë të njëjtën mënyrë ushqimi dhe shumimi. Dhe pikërisht duke sulmuar mënyrën se si ato ushqehen dhe mënyrën se si ato shumohen, do krijojmë një menaxhim të suksesshëm mbajtje në kontroll të këtij kanceri. Ju uroj të gjithëve një ditë të mbar dhe mirupafshim te jetën tjetër.